lek. Okej, sepse duhet ta them tani që mos harroj, Toni Elias merret me motocross, Alex Baldolini merret me motocross. Kur të duan ata, ne organizojmë një garë enkas, i ftojmë në Surrel, i ftojmë në Dajt, e kemi për nder. Megjithatë, do të kalojmë në Superbike, jemi me një kampionat që mund ta ndiqni në Supersport, në kanalet Eurosport, dhe aty është bërë një garë, javës që shkoi, është bërë një garë e bukur, me që kam Denisin në linjë. Denisi është i vetmi i ftuar në emisionin tim, që unë nxjerr me foto. Zakonisht edhe Toni Elias, edhe Baldolini, edhe Sajmiri dhe të gjithë dalin me foton e tyre. Denisin, do ta shohim tani pas pak me splitter, e kam nxjerr foton e tij me Max Biagjin. Është adhurues, është fansi më i madh i Max Biagjit në Superbike. Denis, besoj se i ke parë garat, ja tek mund ta shohësh edhe në ekran, je me Max Biagjin. E meriton një foto të tillë. Si ka mundësi, sepse me Valentino Rossi 90% e fansave, por je me atë që me rivalin më të madh Valentino Rossi. E pe Biagjin? Po, e pash të dy garat e janë të Biagjit. Edhe, domethënë, mendoj që në Monza normal që vendlindja e Biagjit një garë, do të ishte një garë dhe më e bukur, po me shumë, nuk e di, me shumë emocione nga Biagji. Si ka mundësi? Po shikoj pa me domethënë disa dalje drejtë edhe nuk e di, një gara parë domethënë me probleme, i dytë i Biagji, kurse gara dytë u penalizua. Si ka mundësi me emocione, pas pak mbush të 40 vjeç, një pilot që nuk ka të lodhur, nuk ka të ngopur me fitore. Kaq emocionuese janë garat, kaq të jashtëzakonshme, ka qenë një presion i pistës të shtëpisë, me sa duket. Ai ka një herë që garon, por mendoj që emocionet si 20 vjeç dhe si 40 vjeç, domethënë nuk hikin, nuk largohen nga një pilot që garon në pistë. Normalisht, po mendoj që kam ndikuar dhe shumë gara në Itali. Normalisht, unë nuk kam parë vetëm këtë, kam parë dhe 10 garën e parafundit në Imola, dhe atë garë Biagji ka qenë me probleme. Është drejt. Atëherë, edhe unë, kur kemi qenë të vegjël, i pari që ka qenë një pilot italian shumë i njohur, ka qenë Max Biaggi, edhe Alketi, besoj edhe Sajmiri. Max Biaggi ka ekzistuar përpara Valentino Rossit, por me sa dim, ka qenë shumë që të gjithë kanë ndruar, ndoshta janë me Rossin, ndoshta nuk janë me Rossin, po me Max Biagjin të rrallën Alket ata që janë me Max Biagjin. Denisin unë e mbaj për shumë të veçantë. Ato që ka bërë Biaggi, në fakt, ndoshta mund të kenë inspiruar vetë Rossin, sepse 4 herë kampion botën klasë 250, mund të Waldman, mund të pilot të rëndësishëm. Waldman nuk ka qenë një dosido. Atyre viteve kemi parur gara dhe çfarë garash, domethënë, edhe kushtet siguria nuk ka qenë kjo, motorët kanë qenë ndryshe, por ka qenë një aprile vërtet super. Ndoshta ka jetuar me lavdi deri këtu, por ka bërë gara shumë të mira. Mos harrojmë që edhe vetë Max Biaggi ka inspiruar ose ka shtyr Valen që t'i jap sa më tepër. Edhe kanë bërë një duel, mos gaboj, edhe vetë Valentino e ka thënë që është një ndër garat më të bukura të jetës time, e ka bërë në Welcome në Afrikë të Jugut, ka qenë më një herë gara sapo ka ndruar, ka kaluar nga Honda te Yamaha dhe ka mundur. Por e kam parë këtë garë dhe ka bërë shumë gabime. Ka bërë shumë gabime, sidomos në një pistë ku favorizoi, domethënë motori i tij kishte kaq shumë potencial, kaq shumë fuqi, domethënë sepse Aprilia avokat është jashtëzakonshëm, por gabonte në pjesë të vërtet. Do të ndërpres Alketin për pak momente. Po, mund të ndërpresësh sepse dim që je një anti-rosist i çmendur. Rossin nuk e duron dot. Po, për sa i përket garës parë të Biagjit, domethënë në Monza, ai nisej, domethënë me një motor lirë, pas një lloj kontrolli, mendoj unë, nuk e di, nëse pakën e ka pashur. Starti pa launch control. Po? Po, që start, domethënë, ajo, dhe domethënë që Biaggi, kjo tregon që Biaggi vetë kishte emocione, Arion, kupton? Domethënë niset pa launch control që në startin e parë, dhe pastaj në garën e dytë vendos launch controllin, domethënë, dhe domethënë dy gara të ndryshme, kupton? Kjo tregon vetë emocion, po për një njerëz që ka një që garon si në MotoGP dhe në Superbike, që është Max Biaggi. E kuptoj. Unë mendoj që janë gjëra që pranohen, mendoj unë. Okej.
Kam edhe pyetjen e fundit, Denis, duhet të jesh i sinqert. Sa i gëzuar, sa i kënaqur je ti edhe miqtë tu që nuk janë me Valentino Rossin, që Valentino Rossi po vuan. Jeni të kënaqur, jeni të gëzuar? Tani për ne... Për ju antirosistët, sepse je i deklaruar, e ke thënë që jam antirosist. Pavarësisht se unë jam... Unë e di që ti e vlerëson. Jam kundra Rosit, sepse idulli im është Max Biaggi. E kuptoj. Por unë nuk jam i kënaqur sepse MotoGP duhet shoh garë bukur jon. Normalisht protagonisti aty është Valentino Rossi, kështu që ne nuk po shohim gara të bukura, nuk po shohim duele. Okej, Denis. Ke folur tamam siç ka hije. Ke vite që e ndjek këtë kampionat dhe ke vite që garon vet. Kështu që inat mund ta kemi, por Rossi ka vlera. Faleminderit Denis, faleminderit. Natën e mirë Denis, do flasim sërish bashkë. Faleminderit. Italia dikur ka qenë ndar për gjysmë sa e mirë. Disa donin Rossin, disa donin Biaggin. Si është tani? Kam vite që nuk shkoj, nuk dëgjoj se çfarë thuhet. Natyrisht. Në Giro, si i thon. Janë dy kampionate të ndryshëm. Edhe Rossi Biaggi pak a shumë kanë bërë paqe. Kanë bërë paqe. Tani që janë larg, Tani që janë largë... Tani duhen me njëri tjetrin. Duhen jo, respektohen. Pak a shumë. Gara e ardhshme në Barcelonë, MotoGP do të rikthehet spektakolare, kam përshtypjen. Unë besoj që do të jetë një test shumë i mirë edhe për Valentino në vetë, sepse Valentino ka fituar më shumë nga të gjithë, ka fituar 6 gara në dekadën e fundit, ka fituar me Honda, ka fituar me Yamaha, e ka një pistë shumë për zemër, besoj që do duhet shohim edhe Lorenzon. Nuk folem shumë për Lorenzo, por mua më ka habitur, më ka befasuar shumë deklarata e tij, domethënë nuk e imagjinonim që do të ishte aq i kënaqur. E kemi parë kur ka zbritur nga motori, ka qenë shumë i kënaqur. Ai ka thënë, 10 fitova garën, ka fituar edhe par vjet aty, por po të marrim, të krahasojmë garën, kohën e përfundimit të kësaj gare, ka qenë 5 sekonda më e shpejtë se sa gara e vjetme. Unë jam i kënaqur sepse gara ime ka ardhur duke përmirësuar, por unë kam parë që ai ka humbur çdo duel. Në çdo duel që Lorenzo është futur, domethënë ai ka humbur. Më pas e parakaluan edhe të dy bashkë, madje, si Rossi si Dovizioso, por besoj që Lorenzo do të jetë aty, për kesin nuk jam shumë i sigurt, sepse varet ka të bëjë edhe karakteristika e pistës apo edhe Ducati duhet ta shohim, por na mungon Pedrosa. Besoj që të rejave janë pak. Unë do të kisha dashur ta shija Pedrosën dhe do të kishim parë duel vërtet të mrekullueshëm mes Lorenzos dhe Pedrosës. Unë mendoj totalisht ndryshe. Dhe mua më bëhet shumë qefi. Mendoj që Stoner mund të jetë i pari. Edhe në Barcelonë. Po vije drejt mos harro është 1.1 kilometra. Ducati natyrisht, po Honda ka një potencial të madh këtë vit që dhe Rossi e deklaroi dhe e deklaron gjithmonë. Okej. Miq, mendoj se kemi folur mjaft, kemi folur goxha. Koha nuk del kurrë për të folur për pasionin, për garat, për motorët. Unë dua të bëj një falënderim të veçantë, shumë të veçantë, special, për një që tashmë është pjesë e emisionit tonë, quhet Sajmir Kupe, dhe ka ardhur nga Italia, Enkas, për të folur për MotoGP, për të folur për planet e së ardhmes, për të folur për Shqipërinë në MotoGP. Unë dua ta falenderoj nga zemra. Na ke bërë këtë emision më të bukur, Sajmir. Falenderoj nga zemra. Dua të falenderoj kolegun tim Gjebrea të pandar dhe dua të kthem për në fund fare tek Sajmiri, na ka sjellë dhe një dhuratë Alket. Është një foto e Valentino Rossit me autograf. Me këtë këtu unë dua ta mbyll pa koment. Ne në Super Sport nuk gjejmë rehat pa e sjell një ditë këtu tek ne. Do të vi një ditë besoj. Faleminderit, natë mirë. Ja dhe kësh me autograf.